është intoksiku atmosfera shumë, ka shumë gjelozie, inate, sinizme. Kur vjen me në këtyne, që me nonë shkurt, vendoset edhe për 4 vjetë tjera po dojnë mu tranu. Është intoksiku atmosfera shumë. Marë shumë se prodromin e tyne, qëfar hajronës? Në këtë frim lejoni që deputetët opozitor, të cilët nuk po duan që Kosova të ketë kuvend, pra që ata të kenë shtëpi, të quaj deputet nomadik. Është intoksiku atmosfera. Kjo opozit, as ka drejt, as nuk mundet. Fatkeqësisht prokuroria e shtetit është shndruar në një parti politike opozitare. Është intoksiku atmosfera. E me qenë se partia mare politike opozitare, prokuroria e shtetit nuk do të ketë deputet në legislaturën e 9, atëhere letë shkojnë shpe. Të cilin ish qeveritarët, ish qeveritarët. Është intoksiku atmosfera shumë. Pikrisht nga paknaqësia me këtë opozit të lodhur. Oligarku më i madh në Kosovë, i paknosur me opozitarizmin, filloi t'i marrë partit opozitare me qira në fushat kundër qeverisë. Ka kalu koha Ivanotit. Në rastis të dëgjojmë, nëj udhëheq të LDK-hit, që thot se po i pëlqen populli, a populli ka simpati për ta, kjo mu mi përngjon asoj mizës. Është intoksiku atmosfera shumë. Që thoshte, ku do që po shkoj, po mpresin me duar trokitje.